Kom fat që kom pas raste shumë, mi qytë sukses apo merit e punës, time dhe të ekipit tem që jam shumë e falenderueshme për stafin tem. Kom pas raste shumë, du me cek një që nuk është gjithsesi normal kom pas të shqiptarve. Një rast që më ka prek shumë një fëmijë që ka vdek shumë i vogël, e kom mbrojt si ka marrë nanave të beneficionet, se këtu shkon e anës New Yorkët as e arejes. Më në fund i fitun beneficionet, fëmija veç vdeq, pas sakrifica se pret një kohë derisa ti merr beneficionet. Këta klientat bëhen pjesë tjetës, ja lexon landin, ja lexon diagnozat, ja lexon hekat e prindve, bëhen pjesë tjetës tem. Për shembull, një mënyrë ka qenë suksesshme normal që kom ndihmu pa qenë klienti këtu në Kaliforni, i kena anashkalu do rrudha ligjore, do gjana, po edhe dhemshme që i ka shku fëmija, veç kur ku marri mailën 5 mëngjesit, fluturoj djali im, në kuptimin që shkojnë ndrojjet, çka ndrojnë prind. Për shembull, hekat gjana tjera dhemshme, vonshme, kom pas një klient Vietnamit, sa heke njerëz të tjerë si na mënyra ndryshme. Lufta kur ka ndodhur Vietnam, kur ja lexon London, ai për shembull 40 diçka vjeçor që ka qenë klienti jam, prej fillimit të sa të mërshëm i fillimi i jetës i ndikon të njerëz, siç ka ndodhur lufta në Vietnam, i ka humbur prindit e vet, ka qenë jetimore në rrugat e madje ka këtu bo homeless, njeri pa shtëpi, smujt kritike mendore, ishe njerëz si zambi, siç i thojmë në Amerikë një farë mënyre, madje ata s'kan çare, nuk e justifikojnë marrjen e drogës kur, zoti na rujt për vetë as i pi cigaren, as alkoolin, as kurrë tjetër. Nuk po them që më një njeri më i mirë se këta, po një farë mënyre i kupton thojza pse devijojnë se kanë startin fillime shumë të keq, për shembull. Kur t'i qenë zyret e unë, se i kam edhe këto seanca gjyqësore dhe online, fatmirësisht munda mi pas apo në gjyq, sa me heka, sa hekin këta njerëz për një penzion, për shembull. Këto janë gjana që edhe jam me fat, që kam derën mi mbrojt, mi marr këto beneficione, sa do ku do i heki për rrugës, qofse fitojnë beneficionet, mandej nuk janë homeless, po dhimën çka kanë hek për me ardh deri këto për shembull.